është një kompakt kriminal. Shteti në Shqipëri është një kompakt kriminal midis Parisë së Tiranës, sindikatës ndërkombëtare të krimit dhe çdo lloj llumi shoqëror që ekziston, që është bërë me pasuri marramense sot, që merren me të gjitha llojet e trafiqeve të mundshme. Pra, është një sistem në të cilin janë të lidhura fort të gjitha këto lloje interesash. Nuk ka pse të habitemi që del pjesë kryesore e shtetit një grup i strukturuar kriminal. Nuk ka asnjë lloj arsye pse ta bitemi. Kështu sillen shtetarët në Shqipëri. Çfarë prisni ju prej tyre? Çfarë mendoni ju se do të bëjnë shtetarët kur vendosen në atë pozicion? Për më tepër duhen parë se të gjithë këta janë të lidhur me njëri tjetrin me dhjetra dhe qindra fije të ndryshme. Dhjetra dhe qindra fije të ndryshme familjare, lidhje gjaku, lidhje krushqie, lidhje të gjitha llojeve. Pra, këta janë secili në pozicion për të shërbyer kauzës së përbashkës së vjedhjes pa asnjë teklif të çdo gjëje që mundin të vjedhin. Dhe pastaj këtë vjedhjen këta e transmetojnë me anë të kapjes së mediave si sukses të madh, si arritje të madhe e të tjerë. Duke qenë që nuk e kanë pikën e turpit, që gënjejnë edhe në mëngjes kur han mëngjes, nuk e kanë problem që sot thon diçka, nesër një diçka tjetër, sillen si arrogant, duke u tallur me njerëzit, duke i konsideruar si sklever, duke i konsideruar si njerëz që nuk meritojnë më shumë si këta pisa e të tjerë. Dhe në këtë moment po dalin vetëm disa, është vetëm një pikë e vogël e oqeanit të llumit që mbizotron tek paria e Tiranës. Nuk më habit që Akshi është kthyer në këtë lloj agjencie. Nuk duhet atë na habis as guximi që një agjenci që mbështetet fuqimisht nga shtete partnere, duke qenë që e quajnë veten edhe shtet NATO-s, pavarësisht se 80% e informacioneve më sensitive NATO nuk kalojnë nga Shqipëria, sepse konsiderohet vend jo i besueshëm, po kjo është histori më vete. Atëherë, duke qenë që jemi një vend i NATO-s, këta kanë guximin që e kthejnë atë në një grup kriminal për të vjedhur për veten e tyre, pa e vrarë mendjen fare, pa u shqetësuar hiç se kjo mund të përdoret nga armiqtë të Shqipërisë si mjet shantazhi, sepse spionazhi kjo është kur ti je i shantazhueshëm, zakonisht vjen dikush të troket te dera dhe thotë që shiko, unë e di se ç'ke bërë ti dhe që të mos të ta nxjerr do të bësh 1 2 3 4 5. Pra, kjo është një, domethënë, do të ishte skandal në qoftë se ne do të kishim idenë se shteti shqiptar funksionon normalisht. Unë të paktën prej shumë vitesh e kam idenë që shteti shqiptar nuk funksionon normalisht. Është një çerdhe korrupsioni, është një vend ku këta anti-shqiptarët pasurohen dhe me gjakun e fëmijëve të shqiptarëve, me gjakun e emigrantëve, dhe nuk e vrasin mendin fare dhe shesin këtë si art të kulluar, pastaj si përparim, si ecje përpara, si hyrje në Evropë, madje e prallat të tjera të këtij lloji. Kështu që mos u habisni, është normale që në këtë shtet kështu funksionon, sipas kokës edhe festit, thot populli shqiptar. Si është e mundur që me gjitha këto skandale, me gjitha këto dosje kaq të nxehta që po heton edhe Spaku, Edi Rama vijon të qëndrojë ende në pushtet dhe nga ana tjetër asnjë eksponent i përfaqësive diplomatike apo të faktorit ndërkombëtar nuk ka reaguar drejt për këto po themi skandale, edhe pse Shtetet Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë e kanë dhënë mesazhin e tyre qoftë edhe në ditën e pavarësisë ku përveç urimit kërkonin edhe luftën e karteleve të drogës. Shikoni, ky është një keqkuptim shumë i madh që shqiptarëve ju kanë ushqyer disa njerëz të pa skrup. Megjithatë duhet qartësuar që në fillim shtetet e huaja nuk kanë parësore interesin e shqiptarëve. Çdo kush, gjithë ata ambasadorët që ishin të rreshti i parë, ata kanë interesat e vendeve të tyre dhe po ti pyesësh, ta thonë këtë pa asnjë lloj druajtje. Nuk kanë droja ata të thonë fare që ne këtu punojmë për interesat e shtetit tim sepse çdo shtet normal ashtu funksionon. Pra, se si rregullojmë punët ne shqiptarët brenda për brenda, se kë lejojmë ne të na sundoj e të tjerë,
është problem dytësor për ta, nuk është problem parësor. Bëhet problem parësor vetëm në qoftë se ju prish interesat e tyre. Ky është një problem i shqiptarëve dhe ne kështu duhet ta trajtojmë. Ne mund të kemi mbështetje ose ndihmë nga miqtë tanë, po ky është një problem që duhet ta zgjidhim ne, sepse po nuk e zgjidhim ne, zgjidhjet do të jenë gjithmonë nën optimale, suboptimale thuhet në jargonin profesional. Këto janë çështje që duhet të zgjidhim ne, dhe ajo që është vegimi i pafuqisë së shqiptarëve është një gjë që e mbjell paria. Nuk janë të pafuqishëm shqiptarët. Këta nuk janë askush nëse nuk i mbështesim ne. Këta nuk kanë asnjë lloj fuqie, këta nuk kanë asnjë lloj kapaciteti intelektual për të mbijetuar jashtë. Shikojeni gjithë ta biznesmenët e mëdhenj dhe gjithë këta që kapardisen rrugëve të Tiranës, ku ka 200.000 milionerë sot, kur dalin jashtë shtetit nuk janë të aftë të bëjnë asgjë. Ata që janë të aftë, shqiptarët e aftë për të bërë diçka janë emigrantët, të cilët ecin përpara sepse kanë hapësira të tjera në shtetet tuaja dhe janë të aftë të bëjnë punët në mënyrën e duhur, pa u dashur të merren me pislliqet e përditshme të Tiranës. Kështu që këta nuk kanë asnjë lloj merite në shtetin shqiptar, por ta e kanë zaptuar shtetin shqiptar, duke e zaptuar shtetin shqiptar, këta i mbajnë shqiptarët peng, por këta nuk janë të pathyeshëm. Është një çështje që duhet ta zgjidhin shqiptarët. Po nuk e zgjidhen shqiptarët, të huaj do të bëjnë më të mirën e mundshme. Është një metaforë që e thot një miku im profesor në një universitet amerikan, që aty ku vjen ere keqe, kazanit që vjen ere keqe, duhet ti vesh një kapak dhe ta shtysh fort që të mos dali, ose të dali sa më pak nga ajo era e keqe e atij kazanit. Dhe kur turbullohet dhe ngrihet kapaku nga avujt e ndyrë të kazanit, këta i vënë edhe një peshë tjetër sipër që të mos hapet, sepse askush nuk e do erën e keqe të kazanit. Kush do ta pastrojë kazanin? Ata që janë zotë të shtëpisë të atij kazanit. Zoti Roy, sot Ilir Meta do të pyetet në SPAK, duke qenë se kishte bërë dhe një kërkesë nga ana e tij sa i përket çështjes së 21 janarit. Ju si mendoni, çfarë sekretesh, po themi, mund të tregoj më tepër Ilir Meta nga ajo që dihet deri më tani, qoftë i përket përfshirjes së Berishës, Lulzim Bashës, por edhe vetë Edi Ramës që organizoi atë protestë 21 janarit të vitit 2011. Kjo puna e Ilir Metës që kërkon protagonizëm, që shikoni ore se kam vjedhur edhe unë, është gjysmë qesharake, po të mos ishte tragjike. Unë shpresoj që zoti Meta do të sqarojë në SPAK atë që i ka thënë si kryeparlamentar zotit Berisha, që dha dorëheqjen për djalin tënd. Të duhet ta sqarojë për shembull. Do duhet ta sqaronte sepse është me zë dhe me figurë. Çfarë ka dashur të thotë? Cilat fakte ka pasur? Madje ka deklaruar se Shkëlzenin e gjeta në videot e Dritan Priftit, ja ka thënë në parlament. Le të flas për këtë punë, le të jap prova për këtë punë, le të bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë në çështjen e 21 janarit, nuk ka asnjë lloj problemi. 21 janari është një çështje tjetër që i përfshin të gjithë, që askush nuk ka interes që të hapet dhe të zbulohen realisht ato çka ka ndodhur. Për shkak se pavarësisht se përgjegjësinë më të madhe normalisht se 4 njerëzit e vrarë janë në llogaritë të qeverisë Berisha, ka shumë çka tjetër të errët brenda që nuk është zbardhur, që nuk zbardhet. Unë nuk i besoj fare raportimeve mediatike, sepse fatkeqësisht kolegët tuaj janë njerëz që përdoren nga qarqe të ndryshme, qoftë kriminale, kështu që nuk mund të jetë ai versioni final. Versioni final është diçka që nuk flitet publikisht. Këtë mund ta zbardh zoti Meta, sepse zoti Meta është një nga lojtarët kryesor kyç të gjithë tranzicioni, kur ka qenë, biles mendoj edhe tani që është kryetari i Partisë së Lirisë, ka një rrjet informatorësh të caktuar, jashtëzakonisht fuqishëm madje, ka qenë në shumë detyra shtetërore, ka qenë edhe president, kështu që i takon atij që të sakrifikojë lirinë e vet, jetën e vet, pasurinë e vet ndoshta, për t'i shërbyer Shqipërisë. Nëse do të bëhet mujo ulqinak, siç thot, le të mos ta bëj këtë duke dalë tek mali me gropa, po ta bëj këtë duke demaskuar të gjithë këtë sistem kriminal dhe ta bëj këtë si shqiptar. Thot, unë jam shqiptar dhe e demaskoj këtë, e kam bërë dhe unë i pari. Dhe atëherë do të fitonte një respekt jashtëzakonshëm zoti Meta. Po druaj se kjo është një ëndër që e kanë njerëzit idealist, ndër të cilët endes nuk mund të themi se numërohet Ilir Meta sot. Zoti Roy, dhe i pyetje fundit,
pas Belinda Ballukut, kush mendoni se mund ta ketë radhën, pavarësisht se në radhë është vetë kryeministri Edi Rama, apo mund të ketë edhe ndonjë peshk tjetër që pasarënies së Belinda Ballukut s'pak mund të përqendrohet atje qof nga radhët e opozitës apo qof nga radhët e mazhorancës? Shikoni, kjo tani më, për mendimin tim, është një luftë. Rama i ka shpallur luftë ndërkombëtarëve dhe do të marrë përgjigjen me monedhë të ngjashme. E megjithatë, është një luftë e heshtur sepse askujt nuk i intereson që të Shqipëria të rikthehet në kaos, përveç se Paris-Tiranës. Paria-Tiranës është duke i marrë të gjitha hapat për ta çuar Shqipërinë në kaos. Por ndërkombëtarëve nuk i intereson kjo, dhe sistemit ndërkombëtar nuk i intereson kjo, nuk i intereson një vatër tjetër zjarri. Ndaj janë duke u përpjekur që ta bindin, nëse mund të themi kështu, zotin Rama, që nuk ka zgjidhje tjetër, nuk ka shpëtim dhe që duhet të bëjë gjën e duhur. Nuk besoj që zoti Rama do të dorëzohet, sepse po u dorëzua ai, do të thotë që është dorëzuar Paria e Tiranës, kështu që këtu është si një puzzle kriminal. Në këtë puzzle kriminal, kudo që ta vesh dorën, kudo që ta fusësh dorën, atë që do nxjerrësh një pislëk të madh. Unë mendoj se trysnia do të rritet ndjeshëm mbi kryeministrin, por jo domosdoshmërisht duke nxjerr fajsinë e tij direkte, jo sepse nuk ka, se për të pasur kaq që ç'kemi atë, por do të rriten pikat e trysnisë që ai të mos ketë më mundësi, siç janë rritur tani. Filloi shumë herët me Tahirin, erdhi ministri i financave, tani është zëvendës kryeministri, janë kapur një tufë ministrash që ishin shokë të tij të ngushtë, po bëhet për ditë më e vështirë për të thënë që unë nuk di gjë. Në fakt, ai nuk thot më që unë nuk kam ditur gjë, po thot që drejtësia është e padrejtë. Këtu tani sa më shumë fakte dalin, sa më shumë nga këto llogaritë e zonjës Ballukut të vërtetohen, se po thonë që pas ka ca llogari në Kipër, në Izraele, në vende të ndryshme. Ato unë nuk e di a ekzistojnë, por nëse ekzistojnë duhet të jenë miliona eurosh ose miliona dollarësh. Atëherë kjo do t'i shkaktonte zotit kryeministër një problem tjetër më të madh, sepse moralisht ai ka rënë. Ai edhe vetë di që ka rënë moralisht. Mirë, po në Shqipëri morali nuk ka qenë kurrë kryesor, ndaj dhe ai po përpiqet me të gjitha format politike që të ruaj pushtetin e vet, të kalojë edhe këtë furtunë, sepse po kaloj fortuna çdo gjë harrohet dhe ai bëhet prap pastaj njeriu që na futin në Evropë, që po bën vepra të ndryshme, të tjerë, deli u flet atyre që e dëgjojnë edhe nuk i kthejnë përgjigje. Zoti Roy, unë ju falenderoj që ishit në Agora News për gjitha mendimet, argumentet dhe analizën tuaj. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.